Faleminderit zoti kryetar, nderuar qytetarë që na ndiqni. Që njëra palë këtu gënjen si derr, kjo është evidente. O kjo anë që thot raportet janë të zeza, o kjo anë që thot raportet janë më mirë s'kemi qenë asnjëherë. Tash sa mirë jeni, ju e dini që të gjithë, po këta thonë që jemi më mirë dhe nga që thuhet se do të mund të ishim. Si ta ndajmë këtë punë? Unë mendoj që ka një mundësi fare të vogël dhe që është shumë efikase përballë fjalimeve të bëra me ChatGPT, të gjithë të njëjtin fjalim nga i pari tek i fundit e lexuan këtu, siç e lexon vazhdimisht, no? Me shumë durim. Bjeni në Google, po me AI ju a kthen përgjigjen. Dhe jepni raporti Departamentit Amerikan të Shtetit. Të jep një paragraf. Të thot raporti Departamentit Amerikan të Shtetit 2024-2025 tekson korrupsionin e parahapur në gjitha nivelet, pastrimin e parave përmes ndërtimit, problemet dhe pavarësinë e drejtësisë si sfida kryesore, ndonse SPAK dhe puna e tij vlerësohet, raportet ngren shqetësime për paraburgimin e zgjatur pa akuza dhe ndikimin e parave të drogës në ekonomi. Mundet që AI-a të ketë zgjedhur, ku diun, syrin, rëdën, si burim, po, edhe do të ishte e mundur, por për fat mirë ka dhe burimin se nga e merr. Burimi është Ballkanwebi, shqiptarja.com, Top Channel dhe qershia mbi tort Gazeta Tema. Nuk janë mediat Saliut, janë mediat e këtyre. Kështu që harrova t'ju them dhe këtë, raportohet për mungesë të mediave të pravarura dhe trysni mbi gazetarët. Domethënë, qeveria ka punuar shumë mirë, ekonomia është shumë mirë, jemi gati për MBE, vetëm se gjithçka sa ju thanë këta është vetëm pak shtatzën, shumë pak. Kalojmë tek raporti i Bashkimit Evropian, ky është i amerikanëve. Sa afër jemi ne? Jemi aq afër sa thot Marta Kos me integrimin evropian? Marta Kos është ajo politikane evropiane, komisionere, e cila është nën hetim nga kolegët e saj të Parlamentit Evropian për bashkëpunim, akuzat për bashkëpunim me shërbimin sekret të UDB-s në kohën e ish Jugosllavisë, ajo që gënjeu paturpsisht unë Tiranë dhe tha, raporti ose BE-jo dirit për zgjedhjet, e citoj, thoshte që zgjedhjet në Shqipëri ishin të lira dhe të ndershme. Mashtrim haptazi në krah të shokut Edi Rama. Por ka një gjë tjetër, ka ndodhur një skandal këto ditë. Skandalet zakonisht në politikën ndërkombëtare janë kur një kryeminist pa dashje kapet duke rreth. Këtu tek ne skandalet shkaktohen sepse pa dashje ministri i jashtëm i vendit ka thënë të vërtetën, ka thënë një të vërtetë të madhe që nëse hyjmë në Evropë, të gjitha marrëveshjet që kemi Rama Meloni të këtij tipi për marrjen e depozitimin e emigrantëve këtu, sigurisht që bien sepse bazohen mbi tarimin e ekstraterritorialitetit. Nëse do të ishim vend antar i Bashkimit Evropian, nuk do të mund të realizoheshin këto marrëveshje për shkak të rregullores së Dublinit, e cila është e detyrueshme për çdo vend Bashkimit Evropian. Për shkak të arsyet të faktit që ne nuk jemi antar të Bashkimit Evropian, bëhet e mundur realizimi i kësaj marrëveshje që jemi një zonë gri ku sillen emigrantët këtu, sigurisht jashtë kritereve të Bashkimit Evropian, jashtë standardeve të drejtave të njerëzit dhe jashtë çdo standardi tjetër të botës qytetëruar. Alarmi i madh. Ka bërë graf, thot ministri, i cili ka thënë për sa kohë do të kemi depozitime emigrantësh, nuk futemi dot në BE. Po për sa kohë do të kemi ne depozitime emigrantësh? E ka kthyer përgjigjen Edi Rama së bashku me sorelën e vet Giorgia Melonin. Sa kohë të dojë Meloni dhe Italia? Kaq afër integrimit jemi, kaq shpejt do të integrohemi, kaq të drejtë kanë secili prej tyre që thotë që jemi afër BE-s. Faleminderit.